Përshëndetje miqtë e mi, sot në këtë podcast unë kam nderin të kem një mik të kahershëm të rinisë sime, se dhe unë kam qenë i ri një herë në kohë. E kam nga Vlora, e kam këngëtar operistik. Edhe të muzikës të lehtë, është i gjithanshëm, por ju e njihni sepse kam marrë pjesë në festivale, për koncerte, mos t'ja u zgjas shumë. Kam një Gjipal. Mirë se më erdhe. Mirë se gjeta, Foni. Kënaqësi pas kaq vitesh në pozicione të ndryshme. Gjithashtu kënaqësi dhe për mua. Kemi dhënë koncerte, unë kam qenë aktor, ti ke qenë këngëtar në Pallatin e Kulturës në Vlorë. Flasim para viteve 90. Unë isha në gjimnas atëherë. Po. Në zonën e gjimnazit. Dhe ja ku takom sot. Do të bëj një pyetje shumë të thjeshtë. Ju tani keni bërë njëri me emër në fushën tuaj, këndoni, kudo, në Shqipëri, jashtë. Në qoftë se unë do kam dëshirë që i mbir të bëhet këngëtar lirik. Jetohet? Ka të ardhura? Apo është një ëndër? Shiko, në botë ekziston një parim i tillë që të themi profesioni i këngëtarit lirik është një profesion që i përket një shtrese të themi që ka një lloj standardi të caktuar, pasi është një lloj profesioni që kërkon një qetësi shumë të madhe dhe nuk është, siç u them dhe unë studentëve gjithmonë, të bësh këngëtarin lirik nuk është profesion, është stil jetese. Do të thënë, nëse ti do të bëhesh, sidomos sot që me globalizmin me të gjitha, do të thënë, kemi këngëtar edhe nga vendet që dikur nuk mendoj që lirika ekzistonte apo që të hynte deri në ato skuta të larta, kemi këngëtar dhe nga ato vende tashmë, kështu që konkurenca është shumë më e madhe, plus pastaj dhe me realitetin që përjetojmë që kjo anarkia të themi e vlerave dhe hierarkia mungojnë pothuajse. Në çmush ke filluar të këndosh për të parë? Unë nuk e mbaj mend, po duhet kem filluar të këndoj që i vogël, që në kopësht, që në festivalet ke qenë në këto festivalet e pionerëve? Po, në Vlorë gjithmonë, domethënë që në Shtëpitë e Pionerit, festivalet e pionerëve, festivalet kombëtare që bëheshin në Shkodër atëherë. Mua më duket sikur kam kënduar të rjetën, me thënë drejtën. Edhe me statistika kështu i bie. Po mirë, tani këta që na shikojnë tani nuk njohin sa gjëra të fshehta të tuat. Do të kthej sa ke mbaruar shkollën e mesme, doli bursa për çfarë dhe ku studiove? Këtu të dua tani. Kur mbarova shkollën e mesme, domethënë bursat atëherë ishin përcaktoheshin në bazë të mesatarëve dhe degët më të privilegjuara atëherë për nxënësit që ishin të fortë, të themi, në këto lëndët matematike, këto ishin e vetmja deg me konkurs atëherë ka qenë mjekësia, me sa mbaj mend unë. Edhe artet. Edhe artet, patjetër. Dhe unë kisha shumë dëshirë, me thënë të drejtin, që të merresha me muzikë, të bëhesha këngëtar, mirë po siç je mentaliteti atëherë, prindit e mi thoshin, merr një profesion, pasi këngëtari nuk quhet profesion. Kush nuk këndon prapa shtëpisë? Tralala. Po, tralala. Edhe sot për shumicën e shqiptarëve ekziston akoma ajo shpreha, i fut një tralala ti jo bir thonë edhe iku, po nuk e din se sa tralalara ka heq ajo. Ka prapa asaj tralalaje, dhe jo me atë leitmotiv major, të themi, janë me motive shumë minore ato tralalat mbrapa. Po, dhe filluat shkollën për inxhinieri elektrike. Sa vjet bëre inxhinieri? Po bëra gati 3 vjet e ca, gati 4, të themi. Dhe e mbarove? Jo, nuk e mbarova. Se çfarë kishe bërë? Po, s'kisha, ëndra ime ishte, domethënë, që të këndoja, ëndra ime ishte muzika, unë vetëm atje kisha... Konkurove? Plus pastaj kisha, domethënë, fatin që kur isha student në inxhinieri elektrike, unë njëjta me Alban Emirin, i cili studionte për elektronik, dhe ai ishim në të njëjtën godinë, domethënë te korpusi i universitetit. Ai pastaj më propozoi të këndoja këngën Kovadis Brezi im, aty pastaj filloi domethënë ajo elektronikën dhe elektronë. Ai rrugtimi im i shkurtër, domethënë, si po shumë i bukur që unë e mbaj mend sot e kësaj dite,
si roketar, të themi. Po. Pastaj ndjeva që duke arritur të lexoja mirë dhe realitetin, ndjeva që e ardhmja e këngëtarëve të themi të muzikës pop apo të muzikës lehtë apo dhe të rockut në Shqipëri nuk është se kishte një të ardhme të themi me një spektër shumë të gjerë. Ishte disi e kufizuar dhe duke lexuar e duke parë dhe këto histori, idulli im atëherë ishte Freddie Mercury. Domethënë unë doja të bëhesha si Freddie Mercury dhe duke lexuar që ai kishte bërë një shkollë klasike kantoje, kërkova të futesha në Akademi të Arteve. Edhe aty pastaj një kalvar tjetër, vitin e parë nuk fitova, vitin e dytë u futa dhe atë vit me shtesat, po si i thon, janë ato tralalarat minore që thash. Familja ishte dakord? Familja në fillim nuk është se ishte dakord, mirë po pastaj duke parë këmbguljen time s'kishte ç'bënde nuk ishin u dorëzuan. U dorëzuan. Dhe në fund si i thon fitova unë. Doli që kisha unë të drejtë. Dhe i thosha më vonë, i thosha Timeti, e shikoni, thosha që po të isha bërë inxhinier, do isha kthyer në Vlorë, mund të kisha bërë ca lek, domethënë do bëja ca instalime pallatesh, rrugësh apo edhe në një fabrikë të vogël që ndërtohet në Shqipëri, po nuk do isha bërë ky Josif Gjipali apo ai Giuseppe Gjipali që më njohin të tërë. Kështu një Giuseppe Gjipali kështu të njohin? Është domethënë një emër artistik, domethënë jam gjithmonë unë Giuseppe Josif është e njëjta. Në sa vende ke kënduar? Nuk i kam numëruar ndonjëherë, po di që në tërë vendet ku ekziston lirika, un kam kënduar, nuk ose ta themi në cilin kontinent nuk e kënduar? Ai vetmi që më ka ngelur për momentin është vetëm Australia, nuk isha me fat pasi në kohën e pandemisë kisha 2 kontrata që duhet shkoja edhe në këtë në Melbourne edhe në Sydney. Kisha bërë Atilën dhe Ana Bolenën. Të dyja ranë për efekt të pandemisë, tash të shohim më mbrapa kur t'jetë prapë, kur të përputhen interesat. Ajo që do të pyes është, je bërë pishman që zgjodhe këtë rrugë? Përpara vështirësive të mëdha. Jo, unë e kam thënë gjithmonë, unë jam nga ata që me gjithë vështirësitë, domethënë me gjithë kënaqësitë e mëdha, me gjithë ato përmbushjet e atyre ëndrave të rinisë, edhe me deziluzionet, domethënë se ne shqiptarët, sidomos ne vlonjatët e kemi çik atë unin. Fol për vetet. E kemi një çik të egzageruar. Unë e them gjithmonë që edhe po të kthehesha pas, jam i bindur që do bëja prapë të njëjtat gabime apo të njëjtat gjëra, kështu që jam në paqe me veten. Nga këto, të themi, role që ke luajtur në opera, cili është roli që të ka lodhur më shumë? Shiko, rolet të lodhin të gjitha, nuk ka role që nuk të lodhin. Po, ka role për shembull që ti lodhesh dhe si i thon, kur thon italianët non paga la fatica, do me thënë, ai rol nuk ta paguan lodhjen apo mundimin që ti bën, për shembull, më ka rënë rasti dhe unë e kam shmangur pastaj e bëra 2-3 herë nga fillimi i karrierës Traviatën, e kam bërë pastaj ndonjëherë për t'i bërë një favor dikujt. Po këndoja Traviatën për shembull e shikoja që sado mirë që ta këndoje, ishte Violeta, do me thënë Traviata, që ajo personazhi ti merrte ajo pikët. Vdes në fund, do me thënë dhe të rru aty që këndove gjithë 2 orë. Siç janë prirur të që shkojnë teatr, do me thënë melodrama, ai që vdes, ai është personazhi më i dashur për të tërë. E njëjta gjë do me thënë edhe në disa opera të tjera dhe i kam shmangur. Po ka role që të lodhin, për shembull një nga opera do të thosha unë që është dhe një nga rolet më të vështira të tenorit që ti këndon edhe si i thon nuk ke kohë që të shlodhesh, është një opera e Verdit i Due Foscari, që është vërtet shumë e lodhshme. Ka pasaj të tjera të thash. Për shembull edhe Tosca është e lodhshme. Po ama ti këndon e Lucevan Lestele në fund, je ti personazhi që të vrasin, si i thon. Atje fiton. Kështu që atje fiton ti. Të kanë vrarë shumë herë? Po nuk i kam numëruar, po shumë i bie, shumë. Je vrarë po je ngritur natën tjetër. Ngrihemi dhe më të fortë se sa kemi rënë. Në këto kushte që je, në këtë karrierë që ke bërë, ke ëndër diçka që nuk e ke realizuar akoma se do ta realizosh? Ose ku do të këndosh në kë skenë apo nuk e di.
Po i kam të thash, përveç Australisë, kenat e tjera i kam prekur të tëra, nuk është se tashi, domethënë gjërat që do të kisha dëshirë të bëja do ishin ose kthime të atyre gjërave që kam bërë, apo të ndonjë gjëje që mund të mos kem ngelur plotësisht i kënaqur, apo në momentin që e kam bërë mund të ketë qenë diçka me shpejtësi, apo nuk kam qenë i qetë. Edhe të themi ndonjë debuti, ndonjë gjëje që nuk janë përputhur kushtet, domethënë që ta bëja në periudhën që mendoja unë. Pjesët që ke kënduar apo ke bërë kudo, nuk i gjeta në internet të gjitha. Nuk i gjej në YouTube, nuk i gjej... Nuk i je i kujdesshëm, nuk i je vetë, apo nuk do që të... Jo, unë s'kam qenë asnjëherë. Kjo ka qenë domethënë kjo publike relacioni që i quajnë, domethënë kanë qenë gjithmonë arma ime me dobët. Unë kam qenë gjithmonë me atë parimin që duke patur, themi edhe ndoshta jo për zgjedhjen time, po dhe për hir të kushteve apo të realitetit, nga që unë kam bërë gjithmonë veprat të themi të një vështirësie të caktuar, ato veprat të themi që i bënin tenorat për vërteti, dhe kisha gjithmonë bindjen që këto vepra gjithmonë ja dalin edhe do ja dalin gjithmonë pak që t'i bëjnë, kështu që nuk do kem ndonjëherë nevojë që të themi të bëj ndonjë reklam të madhe. Kështu plus pastaj e kam dhe si parim timin, domethënë që unë jam më tepër i prirur që vlerat e mia t'i njohin profesionistët. Nuk dua të ofendoj këtu as të themi amatorët apo dashamirësit e thjesht të artit, po nuk më pëlqen shumë kjo reklam. Domethënë kjo euforia e madhe, plus pastaj ne në realitetin shqiptar kemi parë. Domethënë kemi parë dhe më përpara na kanë shitur, sidomos ato vitet pa filluar karrierën e kështu, na duke i sigur bota rrotulloi rreth Shqipërisë siç e kemi ne, jo më kot dhe këto mitet kanë qenë më të zhvilluara në zonën e Ballkanit, e pikërisht ne i kemi patur domethënë në maksimum të pjesë të jetës tonë. Dhe më vonë pasaj kuptova që bota është e madhe, ka dhe profesionistë të tjerë patjetër të zotë si ne, më të zotë si ne, ka dhe shumë të tjerë, shumë fare më pak të zotë se ne. Ju keni kënduar pothuajse në të gjithë botën, të themi. Përveç Australisë dhe Gronlandit. Po. Që harrove dhe atë. Të kanë bërë oferta për të qëndruar, për të punuar diku jashtë? Po, patjetër që më kanë bërë në Kanada, për shembull, mbaj mend që herën e parë që kam qenë, duhet të ketë qenë 2005-a, 2006-a, diçka e tillë, bëja Rigoleton, dhe Steven Bradshaw, që ishte atëre drejtori general i Hummingbird Center, më thriti mbas shfaqjes dyta të tretë, nuk e mbaj mend mirë, dhe më tha që Gjipali, ne të ofrojmë, tha, që ti të bësh rezident kanadez, ta, të ndihmojmë ne, tha, për pasaportën, për shtëpi, për të gjitha, do kesh avantazhe, tha, që ti nuk i imagjinon dot. Dhe vetëm je i detyruar, tha, që ti 3-4 produksione në vit, tha, duhet që ti bësh këtu tek ne. Mirë, po nuk për momentin atëherë nuk më duk shumë domethënë shumë e logjikshme si ofertë, pasi dihet që ky profesioni jon hyn te këto profesionet e lira, dhe kur ti pretendon që të bësh një karrierë të themi të lirë, do që të jesh. Domethënë ke patur ofertat, po tani mirë, të lësh Kanadan, të vish në Shqipëri, këtu nuk është se ka ndonjë jetë artistike të jashtëzakonshme. Nëse po nuk kanë qenë zgjedhje në të njëjtën kohë, njëra ka qenë në të njëjtën kohë, kurse kthimi në Shqipëri ka qenë shumë vite më vonë, domethënë kur lirika filloi vërtet që të futej, të themi, në krizë, dhe një krizë që vazhdon edhe sot, domethënë që e din tashmë të tërë. Dhe pastaj vendosa, thash, plus që Shqipëria pastaj e eci, u zhvillua këto lidhjet, avionat nuk ishin më si dikur që kishe vetëm 3 fluturime, 4 fluturime në ditë. Sot ti ke fluturime brenda një ore, domethënë ti ke fluturime në tërë pikat kryesore të Europës. Kështu që u bë, domethënë, e aksesueshme në çdo moment nga të gjitha pikat, kështu që pastaj vendosa, plus pastaj dhe puna e taksave, të them të vërtetën, e këto. Janë goxha. Domethënë
nuk ja vlente më. Italia dihet që është Okej. për taksat është Ju jeni pedagog në akademi. Akademi. Jo, është universitet. Është bërë universitet. Tashmë është universitet. Flitet që mund bëhet akademi, shpresoj shumë që ta bëjnë një ditë. Dhe unë jashtë kam studiuar dhe akademi kam studiuar dhe unë. Por nuk e di se si kam marrë atë trajt aty. Jep mësim. Po, patjetër, derisa jam për atë punë më mbajnë. Se në Shqipëri nuk të mban njeri për... Si e nga Vlora. Me gjithë se duhet në mbani dhe për atë, po neshe. Po, hajtë po. Qa të bëjmë, do durojmë. Duhet të pyes titull shkencor, doktor, asistent, profesor, sepse di që ka shumë. Keni... Më ke prekur në një pikë që, do me thënë, unë e kam pikërisht nga ato, ke parasysh atë Barsoletën me gishtin që vinte gishtin dhe hidhim të aji. Po, shiko se të shtyer gishti. Të shtyer gishti. Tha edhe mua në këtë pikë, do me thënë, tamam më thyet gishti, është një pikë që unë kam shumë vite që bëj debat për këtë punë, kam bërë dhe me ministrat që kanë qenë, të paktën me 2 zonjat që kanë qenë ministre të fundit, më kanë dhënë të drejtë, po askush nuk më ka dhënë zgjidhje. Pasi jo vetëm parimi im, po dhe logjika botërore në botë, në fushën tonë për shembull, nuk ekzistojnë këto lloj titujsh, pasi nuk keq për shembull Domingo, mund të ekzistojë, tituj. Mund të ekzistojë tek muzikologjia, te ata që merren vërtet me studimin e muzikës, po neve dhe unë kam bërë një debat plus pastaj për atë që është interpret dhe që është interpret i mirëfill, që bën një karrierë prestigjioze. Unë ja kam thënë dhe ministres fundit, ja kam përsërit disa herë që unë bëj karrierën dhe nuk kam kohë që të merrem me studim. Ai që nuk bën dot dhe pse e ka ndëruar tërë jetën karrierën time, ai studion atë që unë bëj dhe ai me atë studim të karrierës time, ai bëhet profesor dhe ka një pagesë shumë të lartë se sa unë dhe nesër ka të drejtën që të jetë eprori im, të jetë që të them unë apo njëre, kurse unë, jo si Gjipali, do me thënë që mund të kem kënduar dhe kam kënduar me dirigjentë, me regjizorët më të mëdhenj që mund të ketë parë historia e lirikës, apo dhe në teatrot më të mëdhaja, unë jam në momentin e sotëm, që është vërtet një turp, jo se jam unë, po është një turp i pamaz dhe kujt nuk i kam shkruar dhe nuk i kam thënë për këtë. Unë jam sot asistent lektor në universitet. Do me thënë, ushtari më i rëndomt është ajo batute filmit i Perandoris Madhe. Po mungoj dikush ti do vesh ta zvendësor, sepse... Jo, kam klasën time këtë, jo. Ka student që kanë dëshirë të studion lirik? Student ka. Dëshirë... është një dëshirë e çuditshme, nuk është ajo dëshira, të themi, brenda kuadrit të logjikës, që një njeri kur ka dëshirë, di dhe që duhet vërë vullnetin, duhet vërë punën, duhet vërë gjithë parametrat e tjerë, duhet vërë atë përkushtimin kohor për të bërë diçka, ka një dëshirë kështu vetëm në ajër, do me thënë dhe asnjë gjë tjetër. Do me thënë, s'ka talente apo s'ka dëshirë? Jo, talente ka, se raca është përmirësuar, sot hanë më mirë, rriten më mirë, kanë zëra, janë forte fizikisht e njërën tjetër, po nuk kanë asë, si i thonë, synimin e dur, se po më vinte traguar, asë synimin e dur nuk kanë dhe nuk kanë të qartë asë rrugën si arrihet. Kujton se çdo gjë arrihet kështu duke e thënë dhe duke e menduar. Themi atje ti na hapi dej që të vetë të këndoj atje unë. Këngë të lehta s'e kam dëgjuar këto kohë, apo s'merresh me... Jo, këndoj unë për koncertet që bëjmë kështu për tu argëtuar, këndoj. Këndoni? Këndoj, nuk i ndajem asnjë gjë. Në dasma jo një? Jo, në dasma jo. Ke provuar në një të vesh në dasëm? Përveç atyre që kemi bërë para 90. Jo, kam vajtur në një dasëm të ndonjë miku. Për qejf? Kam vajtur, për qejf e kështu, po... Kurse ndasëm kështu nuk do guxoja, se ne shqiptarët kemi një mentalitet që djena imba si ka kthyer një 2-3 gota. E të fillon të puth. Të jep dhe ca lek, jo, mira të puthi hajde ku ma gjen. Po të jep dhe ca lek që të ofendon, edhe të thot, o do më këndosh atë këndë. Zare trëndafile që ma bëre me ime, se edhe puna është që unë e kam dhe me të kënduar, nuk e kam si ajo, e di atë Barsoletën e ati me violinën ti. Ja. Që ishin shokta dhe shkonin në dasma, ky violinisti thyen dorën edhe ishte dikush që rinte me këta, po s'kishte lidhje me muzikën, i thonë do vish me ne në dasëm, po i bie shumë shkurt.
Ai furgonit, shoferi furgonit. Dhe ky bënte tër dasmën sikur i binte. I zoti dasmës në një moment e kupton. Edhe merr mikrofonin, thot tash ju lutem kam një kërkesë, të pushoni të tërë, dua të dëgjoj vetëm një kaba me violinë. Dhe ky që i thot, ore nuk i bjem se ne jemi shok, i bjem të tërë bashkë, kemi ardhur, do i bjem. Dhe në fund ky për të dalë nga situata, po unë për ty tha e thyej fare, tha jo për të rënë. Jo më ti bjem. Kurse unë s'kam që të thyej, më kupton. Kështu që nuk gjej dot rrugëzidhje të tilla, na që s'mund të shkojnë në dasëm. Unë njerë kam guxuar, edhe unë gjenda ngushtë, bëj një dreka, dark, nuk e viti të ri, më ftuan atje, më premtuan edhe para, mi dha, nuk është fjala aty, po që do bëjë një thashun, ti do vish të tregosh janë 2-3 barsoleta. Po mirë, hajde, të qketi, nisi para ti doja, s'kisha, u detyrova vajca. Fillova thash të parën, pati në qikëshu, dyta, e treta unë bifare, nuk ishte më interes atje, qa hanin, qa shikonin, shtrëmër, qa këteni kurizi. Mua të më shikosh, më, i thash, unë nuk vi, më, në gjërat të tjera. Me thënë, është i ndjen. Ke qenë larg trendit. Trendi shqiptar është që nuk e do barsoletën filozofike, e do sa më vulgare që të qeshim më shumë. Edhe kjo është tmerr i vërtet. Kështu që dhe muzika, se unë kam qenë dhe në dasma mish për shembull që kam qenë edhe kam për të nderuar të themi 2-3 gjëra. Mirë po e kam parë edhe thosha me vete, prit më vëlla se unë kam një jetë të që studioj. Mundohem domethënë që çdo notë tjetër kontrolluar të jetë kështu tjetër ashtu. Të dalruas. Domethënë këta unë këndoj, këta hanë edhe pinë. Këndojnë këta të tjerët pa dashur të ofendoj asnjë se të tërë bëjnë atë punën e tyre, zhanrin e tyre shumë mirë. Këndojnë këta të tjerë, këta hidhen përpjet. Ka diçka thosha që nuk shkon. Edhe ajo që nuk shkon jam unë. Kështu dhe puna jote. Ajo që nuk shkon aty isha unë. Pa diskutim. E njëjta. Fëmijë ke? Po, kam 2 fëmijë. Ti kesh me jetë. Tua do të ndjekin në fushën tënde, apo s'ka ndonjë? I mbir ka talent, ka filluar, domethënë studion kitarën, megjithatë të shohim se është çherët. Është si themi ne, thëna me të bërën janë larg. Vajza? Jo, vajza nuk ka. S'ka lidhje fare. Domethënë kishte talent, po nuk. Sa mendon që ke gjetur veten te kënga? Unë e thash edhe në fillim, domethënë që ky këngëtari lirik nuk është profesion, është stil jetese. Po stil cilë, po normal, jo për të tërë. Ka dhe që e bëjmë profesion. Unë për vete e kam bërë, tërë jetën e kam bërë, domethënë stil jetese. Unë kam jetuar dhe jetoj për të. Nuk është, domethënë nuk e ndaj dot. Më ka bërë është bota ime, unë atje, domethënë janë momentet e vështirësisë, unë dal nga realiteti, futem atje dhe është shpëtimi im. Sa i lodhshme është për ty? Udhimet me avion, hotelet, ku shkon për të dhënë? Tashmë nuk më bëjnë më përshtypje fare. Nuk më. Se ke problem fare. Tani më jam. Valigjen aty. Jam mësuar. Është bërë rutinë. Nuk më bën më përshtypje, them të drejtën, nuk më jep më, nuk kam as kuriozitetin, as më jep më kënaqësinë që më jepte më përpara, të theme, nuk megjithatë nuk më lodh, me thënë të drejtën. E di që duhet shkoj të bëj atë punë. Nga të gjitha qytetet që ke mbledhur, gjithë ato shtete që ke mbledhur, cili është për ty më i miri, që mund të jetoj, ndihesh vetvete aty? Që mund të kishe të gjitha? Unë kam qenë gjithmonë fan i kulturës të themi italiane, po dhe i natyrës. Kështu që në Itali unë do gjendesha mirë. Është i vetmi vend domethënë që do ta ndroja me Vlorën. Jam kurioz, ju stërviteni? Pa diskutim. Stërviteni, ose bëni ato vokalizatorë? Pa diskutim, sidomos vitet e para është se ti duhet fitosh ato, nuk është puna vetëm te muskulatura që duhet mbajtur, po ti duhet fitosh ato siguritë tua, duhet që çdo gjë të bëhet instinktive, se ti kur del në skenë është emocioni, është fjala, janë domethënë 700.000 gjëra për të menduar dhe ti nuk ke kohë. Duhet të kesh një tru, domethënë dhe është pikërisht kjo që unë them domethënë një konkluzion që kam arritur në këto vite të fundit, të themi që për mua talenti më i madh për një këngëtar nuk është zëri. Për mua talenti më i madh për një këngëtar është autokontrolli. Të menaxhoj trupin e tij dhe veten e tij.
Se ka shumë këngëtarë për shembull që në prova janë këngëtarët më të mëdhenj të botës, të themi, edhe kur vjen puna në shfaqje nuk i gjen dot. Ke parë të tilla gjëra? Patjetër ka shumë. Sikundër ka dhe këngëtarë, domethënë që në prova janë të zakonshëm, kur vjen puna e shfaqjes, gjejnë pikërisht u ka dhënë Zoti, gjejnë atë ngarkesën emocionale të dur dhe ndriçojnë më tepër. Tekstin e ka harruar ndonjëherë të pjesës të këngës? Ja. S'të ka ndodhur Ja, ndonjëherë? për këtë kam qenë gjithmonë, biles unë kam vënde rekorde. Vitin e parë, domethënë që kam qenë në Itali, viti i parë i karrierës time, unë kam debutuar 7 tituj. Po 7 tituj flasim këtu, Simon Boccanegra, Unë baloj maskera, Don Carlo, domethënë veprat më të vështira të repertorit, Çfarë gjuhë këndon? Italisht? Po. 90% italisht, po kam bërë dhe vepra frëngjisht. Janë të vështira në frëngjisht? Jo, po duhet ai, si i thonë, është ajo ai prononcimi i veçantë që ka frëngjishtja. Se ne të themi e këndojmë ndonjëherë, po e këndojmë si i thonë. Kështu sikur jemi pyll sodës. Po pra, ti domethënë thua të njëjtat rokje, po kush e di ku bie teksti? Nuk është ajo gjuhë. Përpiqesh. Po paktën në ato nivele që i kam bërë gjithmonë nuk i shpëton dot, pasi organizimi është. Italisht janë bizotron gjithandej. Po se është edhe repertori, po të marrësh domethënë gati mbi 60% e repertorit operistik është italian. Unë s'para e ndjek muzikën lirike dhe operën këtu në Tiranë, për arsye të mia personale, jo se kam gjë me ta, i dua shumë, por ka njerëz që vinë, ka spektator? Patjetër që ka. Më thonë që ka dhe mbushet salla gjithmonë. Po unë jam i bindur që spektatori jonë është akoma ai spektatori, të themi, që ka më tepër atë dëshirën që të thotë të nesmen apo të pasnesmen. Ku isha mbrëm? Isha në opera. Isha. Se jam i bindur, po ti pyesësh, ma thuaj, kë arje di nga opera, domethënë siç ta thonë për shembull në Itali, unë kam thënë dhe herë tjetër, më ka bërë vaki, domethënë që jam habitur, sidomos këto qytetet që është zone Emilijës, që janë tifozat të çmendur të operës, apo edhe këtej, të themi, Napoli e këto, më ka bërë vaki, domethënë që njerëz që nuk ishin këngëtar, mbas shfaqjes më thoshin si i bëre filan, domethënë 2 fraza si i lidhe ti me një frym, i fort, më kupton, njerëz që shikon diafragmën si këndon. Po domethënë janë nga ata pjesë atyre që iqen si njerëz të kulturuar në thonjza, të themi, që për të zhdukur më shumë se sa. Megjithatë, unë jam shumë i lumtur dhe dua t'i përgëzoj që edhe ashtu le të jenë. Duhen dhe ata. Patjetër, duke shkuar vërtet herën e parë, herën e dytë, edhe të pestë nuk do marrin vesh asgjë, po kur të vend tek e 10-ta diçka do ngelet. Atë urri ose atë etje të madhe që kishin prindin për t'i bërë fëmijët këngëtar, qoftë të operës para viteve 90, vazhdon ajo dëshire prindërve që vinë nga pas fëmijëve, amanta çojmë këtu në përkurse, të bëjmë këtë, të bëjmë atë. Ka më të tillë njerëz të apasionuar? Patjetër, prindër ka shumë dhe është një periudhë tash, domethënë që këto, të themi, shkollzat e vogla private që kanë këto studiot që marrin studentët që kemi pat ne që japim mësime njëra tjetrën, janë si kërpudha, domethënë gati në çdo lagje i ke. Puna është që mungon një orientim, të themi, profesional. E kush do ta bëj? Orientimin profesional e bën hierarkia, e bën që politikat shtetërore, domethënë janë ca gjëra që ndikojnë, duam ne dashur pa dashur. Mos harxojmë shumë me juve, me ju këngëtarët lirike, me këto budolle që më mirë të merr me gjë tjetër. Me inteligjencë artificiale ti lëm këto se bolla keni lotur. Shiko, këto nuk janë problem fare, biles unë do thosha më mirë të merreshi nga këto me Big Brother, me nga këto budallallëqe, kështu se me sa duket atyre po ju shohim. Kanë shikueshmëri, ato kanë shikueshmëri, atyre po ju shohim haririn dhe shoqëria sa vjen edhe e shoh që bëhet më inkonsciente, domethënë është më e lehtë
për të udhëhequr edhe për të tërhequr. Duam, është një realitet i vërtet kjo. Po ndoshta në botë ju e shikoni më ndryshe sepse Jo, unë nuk do ta shtroja fare në këtë prizëm. Ky vërtet është një realitet, po të mos harrojmë që në botë ka edhe politika dhe shteti për këtë punë ka edhe politika shtetërore. Për shembull, unë kam parë gjëra të frikshme, kam lexuar në realitetin tonë gjëra të frikshme. Nuk e harroj para 2-3 vjetësh, domethënë në Vlorë bëi një koncert për 28 nëntorin dhe bashkia kishte shpërndar një flet volan, domethënë që u kërkonte biznesmenëve që të kontribonin për menaxhimin e këtij koncerti dhe ishin në fletën e fundit, domethënë mbas flet volandit, ishin pagesat e tërë këngëtarëve. Dhe unë pash nuk dua t'i prez veshin tash askujt. Domethënë pash një këngëtare që ishte e para në listë që kishte një pagesë 16.000 euro. Që do këndonte për një natë. Që do këndonte për një natë, do këndonte 2-3 këngë. Dhe unë të garantoj që asaj këngëtareje jashtë kufirit të Shqipërisë, përveç shqiptarëve jashtë atë dheut, apo ata që të ashtu i quajtit refugjat, që janë të dëshiruar për një çik Shqipëri, çfarëdo që të jetë, domethënë edhe një pjatë me fasule po t'u japësh boll që është shqiptare. Më kupton. Ndihet nostalgjia, po. Ashtu ndihet nostalgjia. Jam i bindur që në botë nuk do t'i jepte njeri as 500 euro. Dhe ndërkohë kishte aty në listë njërën tjetrën, kishte këngëtarë të tjerë që janë pjesë e historisë të këtij vendi, kishte pagesa pastaj nga 500 euro. Kjo është politika shtetërore. Domethënë kur ti më bën këtë, ti i jep të kuptoj atij popullit që kjo e pas ka vlerë më valla. Ose të këndoj 5 këngë më viç ide të tjerë poshtë dhe të këndoj vetë. Kështu është punë e kanarinave. Por tani çfarë po përgatitesh? Çfarë po bën? Me çfarë po merresh? Po ke oferta, ke kam patjetër. Tani isha, domethënë, 2 gjërat e fundit që kam bërë isha në Norvegji, bëja prallat e Hoffmanit, që ishte një debut që se kisha bërë asnjëherë. Bëja tashti në Itali në Bari, bëja Don Carlon. Tash jam duke u marrë me ca koncerte, ca gjëra, kam për të bërë pastaj një Rigoletto në Arezzo, kam pastaj kam rënë dakord me Teatrin e Operës këtu mbas shumë vitesh, mbasi unë s'jam kthyer ndonjëherë që të këndoj që kur kam hikur, që në 2002-shin që jam larguar, kam rënë dakord që të bëj Trovatore në dhjetor. Këto janë planet. Sa kohë të merr 1 muaj, 2 muaj prova për të bërë? Jo, janë shumë 1 muaj, 2 muaj. Domethënë për mendimin tim 2 javë e gjysmë janë më se të mjaftueshme. Ju mësoni tekstin njërë si ndodh, apo mësoni vim melodike bashkë me tekstin, si mësoni? Ne i mësojmë të dyja bashkë, të themi, në të njëjtën kohë. I bie pianos duke bërë prova vetë, apo si ndodh? Ajo varet, gjithsecili ka ato stilet e tij. Stilet e tij dhe janë të tëra dhe në bazë të përgatitjes. Unë për shembull nuk para studioj në piano. Nga që të themi kam qenë në një nivel të mirë edhe në solfesh, që i quajmë ne, apo përgatitje muzikore, domethënë unë dhe me partiturën përpara mund të këndosh. Mund ta mësoj e kam idenë. Kush është idulli yt nga këta këngëtarë? Përveç me që emrin tim, që unë e di që më ke idull, po flas për ata. Po, idulli im, unë nuk i ndaj më se tash, si i thon, i kam kaluar 50 vjeç dhe kam një eksperiencë dhe një karrierë relativisht të gjatë. Dhe i kam kaluar ato fazat e të adhurimit të madh, euforisë të madhe të fillimit. Unë kam disa mite do të thosha, dhe këto në përputhje edhe të repertorit dhe të roleve që bëjnë. Pa diskutim, për shembull në repertorin lirik, miti im është pa diskutim Pavarotti, nuk diskutohet që është një nga zërat më të bukur që lirika ka njëjtë ndonjëherë dhe pa diskutim ekzekutuesi më i pastër i partiturës operistike në gjithë historinë e lirikës, po nuk do ndaja këtu për shembull as Del Monaco apo as të tjerë, domethënë që janë atë repertorin tjetër, të themi. Në Otello për shembull mos mund të vë Pavarotti, në Otello është Del Monaco. Të gjitha i tham, të gjitha i prekëm. Një porosi të vogël ose një këshill për ata që duan të bëjnë këngëtar lirik, kemi, ti themi?
ose për prindrit e tyre, nuk e di, për këtë do të Patjetër, që të bëhesh këngëtar lirik duhet një përgatitje të themi muzikore shumë e lartë. Duhet një kulturë apo një njohje e repertorit apo e këngëtarëve apo të themi e trendit aktual, duhet shumë e madhe se ne na vinë studenta edhe nuk njohin këngëtarët që këndojnë sot. Biles po të tregoj një argument këtu, para një 2-3 vjetësh vjen dikush, domethënë që dhe ishte një djalë që kishte, domethënë ishte shumë i avantazhuar për nga ana vokale. Dhe më thonë që filanin e ke ti në klasë, në sekretari, se shikoja në regjistër dhe u bën 2 herë që ky s'vinte. I them jepni numrin, më japin numrin e marr. I them si e, po duke që ishte për gjumësh. Mirë, më thamë. Jam Josip Gjipali, i thash unë. Po, më thamë, qa do? I thash, unë jam të kanë caktuar në klasën time, i thash, në Universitetin e Arteve, unë jam. A jep mësim aty ti, më thamë? I thash. Po, i thash. E mirë, thash se do vi. Do vi ndonjë ditë. I thash, dëgjoj këtu, i thash. Po mirë më i thash. Ti i thash është njësoj si ti thuash njerit që do të merret me futboll, dhe nuk njeh, i thash, kush janë futbollistët më të famshëm që lozin sot, i thash. Ore, jemi nga mendja ti, i thash, ç'a bëhet kështu? Nejse, e mbylli telefonin kur më mori pasaj mbas një ore, më tha. Pasi kish dal gjumi. O profesor, më fal, tha, se unë tha nuk të njeh atë. Lexoven. Kështu, domethënë ky është pak a shumë niveli që na ofrohet neve. Që është shumë i frikshëm dhe shumë i turpshëm, të themi. Nga njerë të vjen turp që merresh me këtë punë apo ja? Do të thosha që po. Megjithatë ne kemi filluar, kemi disa vite që kemi filluar ta seleksionojmë gjën, pasi janë ca gjëra që vërtet ne duhet të bëjmë pjesën tonë, po dhe nuk varen katërcipërisht, të themi, nga ne, pasi kanë qenë dhe, të themi, këto mënyra si funksiononte arsimi, që duhet të hynë student që të plotësojnë normën pedagogët, domethënë, dhe aty një periudhë biles unë qeshja dhe thosha ditën e konkursit, po dalim aty para akademisë dhe kush të kaloj, ti marrin me zor të fusin brenda që të plotësojmë numrin. Si ishte që kemi hequr ne atëherë. Kurse ne atëherë, nëse ne atëherë konkuronim 30 veta për 5 vende, domethënë llogarit çfarë konkurrence ishte, sot këta konkurrojnë 20 veta për 30 vende. Dhe ata e kanë të sigurt që do futen, domethënë sado. Kur kam konkuruar për vete ishin 514 veta për 12 vende. Për 12 vende, po pra. Sigurisht fituan më të mirët, që sot s'janë më aktor, i gjen këngëtar, po aktor nuk u bën asnjëherë. Megjithatë, ajo që unë doja të bësh aktor s'u bëra kurrë. Kjo nuk ndodhte vetëm tek juve, ka ndodhur edhe tek ne. Mirë, për të mirë ato vjen te juve, sepse jeni në pikë të hallit nga që shikoj. Megjithatë, mos të humbim shpresat e të rinjve të cilët duan të bëjnë këngëtar, edhe prindërve të tyre, pavarësisht. Shiko, unë them që ky është trendi i përgjithshëm, nuk fus këtu ata që janë, ka dhe element, domethënë që plus unë them një gjë, këngëtar apo dhe aktor, besoj janë dakord dhe ata që e kanë bërë këtë, domethënë i kanë lëvruar këto profesione dhe këto zhanre, lind nuk bëhesh. Pedagogu apo ai njeriu që të merr përsipër ty të jep atë çelësin që ta hap rrugën më përpara ose më mbrapa, po nëse ti nuk e lindur për tu bërë, ose nëse ti ke lindur për tu bërë, ti do bëhesh, se s'bën. Do ta gjesh dikur rrugën tënde. Të uroj gjithë të mirë. Ha, dhe kjo do thuash ti. Po tani të tëra han diskutim, jam dakord shumë. Mirë. Unë të falenderoj shumë që më erdhe sot. Ishte kënaqësi. Nuk kënduam, po ligjëruam, s'ka në herë tjetër do mblidhemi për të kënduar. Por nuk të thash që të merre kitare gjëra të tjera, se e di që i merr, por të uroj suksese, mbarësi, dhe të paqim kështu nga herat na vish me suksese, dhe të gjithë po presin çfarë do them unë. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj dhe mirë takofshin në podcaste të tjera.